pas zjarrit të rënd në hotelin në Lungomare në Vlorë. Ana, vetëm 25 vjeçe, po përballet me një nga betejat më të vështira të jetës së saj. Ajo ka psuar djegje në rreth 85% të trupit dhe ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore. Që në momentet e para, rastin e Anës e kemi ndjekur me vëmendje të plotë dhe jemi i angazhuar për t'i garantuar çdo ndihmë dhe kujdes mjekësor të nevojshëm. Pas marrjes së ndihmës së parë në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza, mjekët atje na kanë rekomanduar vijimin e trajtimit në një qendër të specializuar jashtë vendit. Përballë kësaj situate kritike, kemi ndërhyrë menjëherë për të bërë të mundur transferimin e saj. Fal edhe bashkëpunimit me autoritetet turke, kemi koordinuar transferimin e Anës drejt Turqisë, ku do të vijojë trajtimin dhe do të marrë kujdesin e specializuar që kërkon gjendja e saj shëndetësore. Në këto momente, Ana po transportohet drejt Rinasit në kujdesin e ekipeve mjekësore për t'u nisur më pas drejt Turqisë. Qeveria shqiptare do të vijojë të jetë pranë Anës dhe familjes së saj, duke bërë gjithçka është e mundur që ajo të marrë kujdesin më të mirë, trajtimin më të specializuar dhe çdo mundësi për ta fituar këtë betejë. Në këtë moment të vështirë, Ana nuk është vetëm. I uroj nga zemra forcë, kurajo dhe shërim sa më të shpejt.